Të gjitha ushqimet të cilat vinë nga vendet pasigurta. Vendet pasigurta janë që vendet e jashtë Bashkimit Evropian. Pra ne marrim mish nga Brazili, ne marrim mish nga Amerika Latine, ne marrim erza nga India, nga Pakistani, të cilët nuk janë vendet e Bashkimit Evropian, dhe nuk janë të detyruar të zbatojnë standardet e cilësisë dhe sigurisë. Pra, në këtë mes, të gjithë këto parti, të cilët vinë nga vendet dëshimta, duhet bllokohen që në portën e Durrësit, që atje ku vinë. Dhe nuk do të bëhet zhdoganimi, pra do të mbahen të vullosura me plumb të gjithë kontejnerët, pa dalë analiza. Jo ajo që ndodh, edhe për shkak të një ndryshimi, modifikimi që u bë procedurave, mbasi unë e lash atë post, se deri në atë moment nuk lejoheshe që malli të zhdoganoheshe, pa u kryer analizat. Vetëm kryeshin analizat, pastaj vinte inspektori dhe priste atë plumbin tek kontejneri. U ndryshua kjo, dhe tashmë ndodh që fillimisht zhdoganohet malli, shkon në magazina dhe pastaj merret me biznesi. Pikërisht. Po shkojtë biznesi pastaj. Pikërisht këtë thash që normalisht e pamund ta kontrollosh, se jemi në një situatë të tillë që tashmë ka dalë analiza me salmonellë dhe shkohet ke biznesi dhe ai thotë që e kam shitur.